Deti i tërbuar dhe me batica ka qenë gjatë gjithë ditës së martë dhe mbrëmjes në Borsh. Mbrëmjen e të martës batica arriti deri tek hotelet që ndodhen në lagjën turistike, që njihet edhe si shkalla e Borshit, për shkak të hoteleve që janë ngritur. Vija bregdetare Orikumit është përballur pas ditën e të martës me një fenomen të pazakont, i cili ka çuditur edhe njëkohësisht ka trembur banorët e zonës. Gjatë orëve të pasdites, një val e fortë ujë ka goditur bregun, duke depërtuar në zonat pranë vijës bregdetare. Si pasojë e kësaj situate, disa objekte përgjatë Bregdetit u prekën drejt për drejt nga uji. Biznese të ndryshme, kryesisht bare dhe restorante sezonale, janë rrezikuar për përmbytje, ndërsa edhe disa banesa u rrezikuan po ashtu. Gjithashtu uji ka depërtuar edhe në rrugën kryesore të zonës, në shëtitoren e Orikumit, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e banorëve. Sipas të dhënave paraprake, mendohet se fenomeni ka ardhur si pasojë e shkaqeve natyrore, konkretisht nga kombinimi i baticës me erëra të forta, si dhe detin me dallgë të larta. Këta faktor ndikuan në rritjen e nivelit të ujit, duke sjellë përmbytje të përkohshme në zonat më të ulta bregdetare. Banorët shprehen të shqetësuar për përsëritjen e situatave të tilla, sidomos në një periudhë kur ndryshimet klimatike po ndikojnë gjithnjë më shumë me intensitetin e fenomeneve natyrore. Ndërkohë, edhe në Borsh, deti është ngritur në nivele të larta. Deti i tërbuar dhe me batica ishte gjatë gjithë ditës, madje edhe në mbrëmjen e të martës, edhe në Borsh, konkretisht mbrëmjen e kaluar, deti